Do filloj me quizin muzikor shumë shpejt. Goca. So close, no matter how far. Kjo është një këngë që kam përshtypjen është vendosur për një arsye këtu apo jo? 069 442 8873 069 442 8873. Le të shohim. Okej, Regjen thotë kush nga ju do të jetë fituesi i quizit muzikor për sot. Dhe tjetra që do ta ndaj me ju është një moment nga lajmet në WRGB News që WRGB është një televizion lokal në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Po ky ka qenë një klip nga emisioni i ditës djeshme. Vajzës në të qëndron aty. I kanë pasur ujërat. I kanë shpërthyer ujërat e lindjes. Ajo sigurohet që thotë është vetëm fillimi, thotë ajo. Kontraksionet janë të rralla për momentin, kanë denjur. Po, Olivia ka ndenjur deri, po shikoni lart në ekran, kanë vendosur edhe grafikën aty që thotë 2 ditë mbas datës së lindjes. Pra ajo është me vonesë. Si thua, është parashikuar të lindte 2 ditë më parë, ende s'ka lindur dhe e ka bërë emisionin deri në fund. Po të ishin ditën e Dhe kur ka mbaruar emisionin, pastaj është ka shkuar në maternitet. Tamam, se I transmetonin këto se do ngeli me barra dalë në punë më mirë. Ishte që ishte. Ta kishte filmuar fakt. Si ja jepni si ide. Si? Si ja jepni si ide këtyre tanëve se vjen ditë apo diun. Do ngeli me barë thotë do na lënë në punë. Kemi parë edhe më keq. Po do ngeli gruaja, fjala bie, e kupton? Thotë tani duhet me qendru pranë, me kap dorën, jepi zemër go, ti mundesh, mund të dalë. Jepi energji, fort. Shkojnë në punë edhe ditën e lindjes, pra kjo është ideja. Mirë, okay, çka kemi sot në live from Tirana? Sot kemi këtë yllin këtu. Subhanallahu. Fillim mbarim yll. Një yll I verdh. Fillon mbaron live from Tirana sot me këtë yllin e ekraneve. Po për ditë ti po nuk është se po ndryshojmë. Sot jam shumë e bukur. Sot është yll tamam, është vesh me verdha kështu me neon. Që ke kombinuar me strishën. Jemi një konkurrente shumë interesante, juve të shqiptarë të diasporës, Wendy Shaqiri, një prej konkurrentëve të këtij edicioni që ka kaluar në gjysmëfinale, kështu që do të flasim gjëra gjatë për shqiptarët që jetojnë në diasporë dhe rikthehen në eksperiencën e tyre. Ekranin e Top Channel. Wendy di që sot do takoj njeriu në Kanarin apo Wendy sot do takoj yllin e ekraneve. Wendy është me syze sot. Edhe Instati thoshte që unë jam më shumë e bukur në Shqipëri, Kosovë, në Shtetet Bashkuara të Greqisë, në Itali. Bravo ti. Ata paguajnë për këtë? Nëse do bëj një film për jetën tënde, tona. S'ka film që më mirë për si. Nëse do bëj një film, një film, një serial, okay. Serial si Sulejmani Madhërisha. Kush do luante Ronaldo Sharkën në atë serial? Ronaldo Sharkëm s'ka, është shumë vështirë. Është do bësh casting për filmin tënd. Po të hapim audicionet një herë, po të dëshoj. Po, të hapim kutit. Kush del nga kutia? Po thua Brad Pitt, thoi George Clooney, thoi një kështu nga këto. Blendi kujdes se mëzuri mua. Nuk e di, nuk e vështirë. Okej. Shumë mirë, kështu që me vështirësi do ta. Ke deri tonë. Pedro Pascal. Do kërkoj ndim nga Instati. Pedro Pascal, Ronaldo Sharkë. Okej. Çfarë ylli është? Kemi një fitues? Kemi. Pedro Pascal. Pedro Pascal me amor. Flokët e tij pak kaçurel ashtu. 20% e njerëzve kanë kputur mish duke bërë këtë, duke vendosur perdet. Albete, lart, putet mish. Ishte e thjesht kjo sotmja. 363-shi, Laura është fituese. Urime, ke fituar një kupon nga Enzo Attini. Kujdes me perdet e dashur. Ndërkohë, kemi edhe një fitues të anagramës për sot, që ishte për 3 muaj të abonimit në aplikacionin digjital dhe është një vajzë që quhet Lulzime. Ka numrin që mbaron me 687 dhe ka thënë se Kapa Prince do thotë prapaskena. Kështu që bravo qoftë. Ke fituar 3 muaj të abonimit në aplikacionin digital. Dhe ju mund të përjetoni eksperiencën më të veçantë televizive vetëm me aplikacionin digital. Regjistroni online në faqen zyrtare, shkarkoni aplikacionin në çdo televizor smart dhe shihoni nga çdo cep I botës të gjitha kanalet live të digital shqiptare dhe ato ndërkombëtare, si dhe videolibrarin më të pasur me Mira Evente. Regjistroni, abononi online në digital.al dhe mos humbisni ofertat me super çmime, sepse digital gjithmonë pjesë e familjes. Shumë mirë. Nuk gjetën se çfarë kam unë në xhep për sot. Me vërtet? Do nxjerrësh? Do të mbetet për po, të lutem. Do nxjerrësh atë, do bëj një tjetër. Një kapse. Çuçi, kapse për rrobat, keteli rrobave. Po, është një kapse. Ishte duke I varur sot mëngjes edhe ngelin dorë. Ishte duke I varur sot në mëngjes edhe më ran kapse dhe arrita ta pres para se të binte. Jepi Ronaldo se I shkon me outfitin. Po. Ta vërtetë kapse nga unë për ty, ta gëzosh. Moja Dio santo cielo che bello. Bravo. Megjithatë, për Met Gala direkte. Vëre si vath këtu. Një fitues të fundit e kemi, është ai quizit muzikor që mbaron me 126 numri, është Arnoldi, kështu e ka emrin. Dhe ka thënë se Metallica No Leaf Clover.
Kështu që Metallica No Leaf Clover është edhe kënga e fundit. Arnold, bravo të qoftë, ti je fituesi i quizit muzikor. Do t'japim 2 bileta për në Portokalli për shfaqjen e javës që vjen. Mami e gjetëm kush ai vjedh kapse të shpirëm. Blendi. Ai ka kapse mamit. Ai duhet kapsesh. Ai duhet kapsesh, nuk jam, po gjeta kapsa e marr. Është vërtet, është një nga gjërat që merrem. Fundjavë të mbar të bukur, ju duam shumë. Faleminderit që na ndiqni. Kalofshi sa më mirë, takohemi të hënën për shaputhje. Ti më. Pas ka pak më gjatë.